Jo, unë do fut në direkt në foto. Unë s'do përdori asnjë aplikacion tjetër. S'kjo më pëlqen si... Direkt në foto te dhe po besoj që edhe gjithë ata që keve luj deri tash me ta, i ftën këto. Ju kisha sugjeru ketë shokët e mi, shoqet e mia, shkajinin në TikTok, pjesë e TikTokit, me u fut në aplikacionin foto dhe me bo loja. Unë me thonë drejtë, me nëzi që jam të prit me dollë që kjo aplikacion, që mu fut live sa ma shpejt, se në aplikacion TikTokit është bo shumë bajat edhe i ka u vlira, nuk është sukur që është me herë se janë fut loj njëri në TikTok. Mirëmbrëma, përshëndetje në sportit. Mirëmbrëma dhe. Unë jam musafir në shtëpi të Fatmir Ponxhaj, ku morë special të sonte. Si që sheni krejt, do me thonë, është një aplikacion shumë i mirë, Fato, që do t'jetë një aplikacion që kanë me pos krejt njerëz që bojnë live, kanë me pos përfitime shumë të mira. Janë do opcionet që ndoshta as TikToki si ko, për shembull, ka shumë kreator TikToki që nuk futën live si femnat si meshkujt, se di për çfarë arsye nuk futën, po sido që t'jetë, nëse një femën e TikTokit e poston një video që i shkon viral për shembull 3-400.000, edhe për shembull mua ose ty ose atij filonit, i pëlqen video ose çikës, mund është mja gjujt dhurot një gift, për shembull, një tigër, një loan, një çfarë do lloj gifti. Gjorpën, shka dush, shka do që tjetë çfarë do lloj gifti, me rëndësi që mund është mi gjujt edhe giftat më lloj. Se janë do aplikacione tjera, për shembull në TikTok mund është mi gjujt 3.000 pikë, 5.000 pikë, po këto aplikacioni që soj Fato se ka giftet edhe më të mëdha për shembull që janë 20k, 50k, 30k që mund është mi gjujt në koment. Kemi edhe një herë tjorë, te Fato do me thonë edhe nëse je person i thjesht, vetëm e ke publiku një foto, video, çka do qoftë, kush do që e sheh, mundet me të respektu me gift çka do. Pa u fut. Ajo mbetet vetëm mes atyve dy personave. Ti që e gjun giftin edhe ajo që e pranon nëse ai. Pavarësisht është qashtu që i gjun gift edhe pa u fut live hiç. Pa pos interes të live-it, mund është mi gjujt gift edhe mi allon një dhuratë për shembull. Ti si realisht TikToker deri më tani, a sheh këtë aplikacion se ndoshta më i mirë, më i përshtatshëm për ty edhe për gjithë tjerë? Unë me thonë drejtë, me nëzi që jam të prit me dollë që kjo aplikacion, që mu fut live sa ma shpejt, se në aplikacion TikTokit është bo shumë bajat edhe i ka u vlira, nuk është sukur që është me herë se janë fut loj njëri në TikTok. Për pora thëshin që nuk hin TikTok live, more, me hi me lyp gifta në aton kneje, me bo gjësen, që ta është i ki krejt më të madh e më të vogël i ki në TikTok që aty. Edhe biznismen që fëse është, për shembull, hin në gifta, po ko se cili person që futot në live në TikTok i ka ato interesat e veta. Po te aplikacioni Fato është një aplikacion që ja vlen edhe ju kisha sugjeru ketë njerëz që janë në aplikacione tjera, se për shembull TikTok e ka dhe aplikacione tjera, me shku me instalu Faton edhe me u fut, me u bë pjesë e live streamit te Fato. Shkoku që është shumë më lehtë me përdor edhe shumë më fitimprors. Më lehtë fitimprors. Më lehtë fitimprors edhe të obligon me hy live ose këtu që i përmend. Çdo sen është me rregullore këtu, me rregullore që pagesat janë shumë të mira, viraliteti ka më konë shumë i kjorë, se në TikTok ka glitcha, shumë glitcha, e postoni video shumë të mirë nuk të hecë. Ta shti në këtë aplikacion, kjo është aplikacion i ri. Në ndojnë edhe pak deri të publikuar, deri lansut. Besoj që nuk shkon as muji, lansut edhe që kjo aplikacion Fato në rrjetet sociale. Po jam kurioz, a do përdorësh aplikacione tjera te apo jo? Jo, unë do fut në direkt në Fato. Unë s'do përdori asnjë aplikacion tjetër. Se kjo më pëlqen si. Direkt në Fato te dhe po besoj që edhe gjithë ata që keve luj deri tash me ta, i ftën këto. Ju kisha sugjeru ketë shokët e mi, shoqet e mia, shkajinin në TikTok, pjesë e TikTokit, me u fut në aplikacionin Fato dhe me bo loja. Ti hopmi kurajo mbështetje një shqiptarit që e ka pru një aplikacion, se janë të rolla të shqiptarë që binë aplikacionet të ri, si që ditë sotit një shqiptar kosovar e ka hop një aplikacion si Fato, edhe ja u kallon mundësin njerëzve me u fut edhe me bo loja edhe me fitu pare shumë ma lehtë. është një sen shumë i mirë, kur një shqiptar ju në hecë për pare dhe qëtë diçka të rejnë treg. Mbi gjitha përveç kësaj, gjithë se cili mund të avoj edhe për vete, për përfitimet veta, mbi gjitha. Po. Se unë s'po dyshoj që do të ketë sukses, se kemi dëgjua dhe është po flitet realisht, goxha shumë ende pa u lansu. Para mendoje, kur do t'jetë lulli, për shembull prezent, ose kush do t'jetër aty? Une... Sa mundet me u përhap? I ka 4-5 muj ditë që jam të u për full që kjo Fato, edhe jena të prit me menzi, me u fut edhe me boloja të tuna në TikTok, ka nashta janë edhe mundësit ma letë me boloja pak ma interesante, me mu shprej pak ma mire, se rrjeti social tjetër i ka
që punojnë robotat edhe një gabim atë vogël ta bllokon live-in ton jetën. Kështu që për shembull e kena një shqiptar të unë, një kosovor, nëse bojna diçka të Nuk të keqe, penalizon aq lehtë. nuk të penalizon. Zona të vogla. Nuk të penalizon lehtë, jo. Pavarësisht bone diçka, mundesh me kontaktu Faton aplikacionin edhe i Kosovës je ta jep edhe një mundësi tjetër. Po shumë sene nështë banalitet shumë i madh. Ajo nuk lejohet, s'po besoj. Meshkujt s'besoj që ka rregullore që mundesh me u fut prap aty. Luli, unë po du me të pyet, kjo aplikacion, nëse ki djeni do t'jetë vetëm për Kosovë, vetëm për shqiptar apo si është? Që të folë vëllo, për Kosovë, për Shqipëri. Përmendet ti shqiptar Këtë botën mërë edhe në Afrika atje o vëllo, në gjungull, ku dush, në fund botës atje. do që je ki telefon. Ti mundesh ki telefon, ki rjet, E foto shkarkon marrë. aplikacionin. Po i të nejtë me leona me tigra, aty e shën lojvin edhe të vjen ai tigër e leon. Edhe një luan tjetër. Lule, unë po du me të pyet, gifti më interesant, që e ka kjo aplikacion, cili është? Është Skënderbeu? Normal, është gifti Skënderbeu. Gifti Skënderbeu, njëri ndër giftat më të mirë që do të jetë për shqiptar. Me vlera e dim për afërsisht, apo nuk je ndjeni? Nuk jam Po është më i madh. Nuk jam dioni veç është shumë i madh. Shumë i madh dhe kushton shumë shtrenjt me ble. Po kush ta dhuron atë gift është një njeri me zemër shumë të madhe. Kështu që po të kallëzoj që Do Skënderbeu. në ndi shumë i respektuar. Pavarësisht normal, se jena shqiptarë dhe Skënderbeu. Kështu që unë e falenderoj shumë Fatmir Ponxhaj, një njeri shumë i mirë, shumë i zoti, edhe sot jam në shtëpinë e Fatmir Ponxhaj. Po ashtu e falenderojmë edhe ne. Edhe suksese Fatmir, gjithat mirat në jetë. Luli, falenderoj shumë kënaqësi. Faleminderit edhe juve shumë për thirrjen në 05, unë si gjithmonë kam qef më kon pjesë e juve, jeni një do të jem shumë të mirë dhe punoni shumë mirë, kështu që me dëshirë gjithmonë. Kënaqësi edhe jona.